Krejt çka duhet me kujtu cila a ma men a i shka akane ketna që kena me shku Allah i në lecoft. Kur të shkojsh në Rafat, çka dush me menue? A e tove që shumë ledhen ki qështu? Po, pa tesha po, para Allah i qështu ki me dal. Si të ta more me një me bo gjuna ban. Kjo është për kujtimi. Kjo është kujtimi. Kujtoj ahiretin. Kujtoj llogaria ran. Kujtoj llogaria. Sot me thonë tyje ka me arë me leku i vdekjes në akşam me të morë. Për Allahun, pash Allah, a i hazër. E ki e datën. Me thonë ki me dek në akşam. A i hazër. Mos më burgjigj muë. As do sti tanë, kur kujt, as Facebook më suj. A jeni hazër. Jo, mos e shkruj. Ti me vetën tane, o Allah, a jam hazër. A ja ke zonë dikujt kamën? A ja ke bo dikujt zullum? A ki gjunahe? A ki farze pa krije? A mund shkod? Nëse janë njështë të drijë zemra, ta di se nuk kanë regull dhe shka me tije. Ka pas pi sahabe që kanë da Wallahi me lekul moti që tash me ardh. Unë s'kam shka bëj ma shumë bo. Keti ku mbo. Keti, a mu nuk me mishe me shbirë në i vaje. Ama neve me na vetë Abdullah ibn Omer radiallahu anë që ka të sëpëdu imam Bukhariu. Qka thonë te? Wallahi, gjdo sabah shka i qeli sit hazër bona për në akşam me dek. Gjdo sabah shka i qeli sit hazër jam për në akşam me dek. E priti me lekul motin. Ka thonë, e nëse zvjen edhe mze akşami, ka thonë, thamë, sigurisht vjen sabah. E aj, kanë thonë djetarë që kërë ka përmeni më kajmi rëzije, e aj, janë i sabah, janë i akşam ka be ardhë. Allah në lecov të gjithë, ja Rabbel Alemin. Atë moment ku ndahët trupi për shpirtit, edhe s'kthejet më kur në dunja, andaj banja pytjen vetë vetës, a jam hazër me eda këtë trup për shpirtit? Apo a la jam të menu të tuat e shpijës, e të biznesi, e të trektia, e amdel roga të anmuin, e s'po dalin parët, e krize madhe, e muabet, e boshe dhe boshe dhe boshe. A nuk e di se ka mundësi ti që fini tu ka bo hazër. Ja ju e nasu të kura pëkum. Në surën haqë, ajeti par, o ju njerëz, tut ju një Allah, tut ju një Zotit madhë gjele gjelalu, in në zelzelet e sea, që ju në adhim, kur dridhe kiameti janë punë e madhe. Kur dridhe kiameti është punë e madhe. Andaj e kujtojmë me takimin e haxhilerove në Arafat dhe Muzdelife dhe në pjesët e tjera të vendeve të shenjta. Çfarë kujtojmë? Kujtojmë atë ditë kur ne dalim përpara Zotit xhelel xhelalu. Kujtoje edhe ti. Kujtoje secili prej neve ta kujton. Por këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gjithmonë nuk e ndante një fjali. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Të do dihet kur nuk i ndante. Thonë pejgamberi sa më shpeshher, kush i beson Allahit dhe ditës ahiretit. Kush i beson Allahit dhe ditës ahiretit. Çi do dia njëri se i ka të forta, beson Allah, çish duhet, edhe beson ahiret, se ka llogari, ka gjykim, ka marrin hesab. Ai njëri më notë mirë. A njëri më notë mirë kur ban keq. A njëri më notë mirë kur i shkon menja me bozullum. A njëri më notë mirë mi azon dikujt në një xhelban pa hak. Pse? Se i beson ahiret. Ka me dalë llogari, kanë me ta morë. Sikur që tha pejgamberi alayhis salam, kush e uzurpon një tokë pa hak në dunja, 7 toka ja ngarkon Allahi në ahiret. Maj. A do ishe me morë? Maj 7 toka. Mësë një ma, kanë më va ngarkes. Për këtë arsye, kjo është një miniatur, një syret i vogël i ahiretit të madh.